që shë gjendja aty, për shembull, a mundësh me i ter teshat jashtë, do më thonë se e di që ka njerë edhe në Prishtinë, kur kthehet tymi i obiliqit, nëse i kilon teshat mu ter në tel jashtë, atëherë e ka një stres të zezë ju bohët, ose edhe makinave, kereve. Është kjo ma e... Po, makinën së dëmës të dosh me la, për shembull, çdo ditë nëse don me nejt gati ashtu me mojt është ashtu që të bëm plon lëshon tepër shumë, po është e vërtet që lëshon shumë plon sa krejt djegja ati thënë gjillit normal që ka me liru saj përkat filterave nuk besoj që guxojnë me bë që atë ndalim, sa herë që ka diçka të tillë e kum pa që edhe komuna reagon edhe përmes njëftime zyrtare i kërkëm për shembull kekot që jetë e ndot ose diçka ambientin, shpesh herë ndodh që kjo, nështë ka raste që dina ata informacione ma shumë se na njerëzit e thjesht, po është e vërtet që është tepër vështirë me jetu, se që shë përmendë edhe te jo veç robat me i tërë, po dhe vetë delë për shembull e pastër, të ljohësh sot, kur delë nesër në mëngjes, me shku deri në stacion e dëgjën vetë në floktua erën, se qysh të ngjitet, dhe më thonë është tepër kaq. Sidomos për shembull pjesa afër termocentralit, aty ka dhe shumë shtëpia, po djegja e Cilin do të ma shumë aja bëja tash? Dyja që njëjtë janë, mirë për mvaret për shembull bloku, sa bloka i kanë sistema për të në funksion, mvaret edhe ndotja dallon prej dy javëtane. E a dallon prej sezonës në sezon, ndotja me lartë ose me oltë? Jo, na s'është që e vrejmë ashtu se gjithë e kena ndotjen. Është pjesa e stacionit përballë termocentralit kone e presë për shembull autobusin, edhe janë ftofsat të termocentralit, ata lëshojnë lagështi, ndërkohë që lëshohet edhe pluni, do me thonë ato është merë dhe unë gjithë bëj hajgare është si Rusi, se ki edhe lagësht, edhe flesht, edhe krejt, do me thonë është këgja vështirë me jetu, po. Aty ka avull gjithmonë, te Kosova A, sidomos, ka avull gjithmonë se ftofsit janë poshtë, edhe nuk është avullin naltë si te Kosova B, do me thonë Kosova B është kjo që e ka ato gjakun e gjanë edhe të madhë që aty e qëtë avullin. Do më thonë, po reagoj ka pak komuna, po tash veç paramendojni shkuz dashtën, kanë qenë planet për 2.1 megawatt, po më duket kanë qenë prej para 15 vjetëve, bile edhe para pavarësisë të Kosovës, po u qunë ambientalistat të thonë, jo zbër me botë termocentral 3, e tash me përdorim një vjetër që ndodhë shumë a shumë. Do më thonë, termocentrali i ri, po i garantoj që kështë hargju sigurisht kështë ndodhë një 10.000 herë ma pak se termocentrali vjetër. Edhe sigurt kështë më pasë energji mjushit edhe vendeve tjera. Po, mjushit edhe vendeve tjera, bashkë për shkak të ngjillit që e kemi. Po tash Kosova një lajm i mirë është që 30% po më duket rrymës e prodhon prej energjisë të ripërtritshme, do të thonë prej erës, frymës edhe prej solareve. Deshta mu lidhë të që kjo ndotja. Kerët e reja e pas një lajm, që kerët e reja që e kanë filterin DPF, edhe një kerë jo shumë i vjetër, pa filter DPF, se po kështë ja s'ki filter DPF, e ki e ka? A ki, Po kështë se dollëm për një temë. Po dollëm për një temë të se tash ndotja lidhet me rrymë. Edhe përgatita që ka me kalëzu diçka, po që e s'mujta, ajtë javën tjetër. Po. Jo mësët javën tjetër. 10.000 herë kështë dalim një kerë me filter DPF, ndoti që po bëjke, që çfarë dallimi mundet me pas tash filteri i kekut, se Kosova bë halas ka filtera, që aty deshta me dalë. Po besoj që atë blun që ma qëtë mu mja qitë është, apo? Atë blun që ma qëtë kerit mja qitë është për... Po, qaj është për DPF, sa e dijune, po. 10.000 herë kështë dalim, do më thonë, nëse kënë ndot një njësi, keri pa DPF, i njëjti kerë, po ndot këtë deri në 10.000 herë ma shumë. Do më thonë, tash për amdojnë që i ndodhë obiliqit për i ndotjes së kekut. E që ka i ndodhë qytetarve si Driasa që jetojnë qytetet edhe përballën